Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përmbytjet në Kosovë për shkak të daljes nga shtrati të lumenjve janë më të mëdha të 50 viteve të fundit. Instituti Meteorologjik i Kosovës informon se lumenjt Drini i Bardh, Rjedha e Poshtme, Sitnica, Morava, Binqa dhe Lepensi po përballen me rritje të prurjeve, ndërsa pjesa tjetër është duke u përballur me një rënje të lehtë të tyre. Gjatë këtyre ditëve në territorin e Republikës Kosovës, mesatarisht ka rënë 97.1 mm për metër katror e shiu. Moti i paqëndrueshëm dhe rreshtet e vazhdueshme të shiut kanë sjellë pasoja serioze edhe në komunën e Malishevës. Zona më të prekura nga vërshimet e Malishev kanë qenë fshatrat Turjak dhe Damanek që gjenden pranë lumit Mirush. Nga komuna e Malishevës tha se gjendja më emergjente në këtë komunë ka përfunduar. Kryetari i komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, së bashku me anëtarët e shtabit emergjent, pranuan se situata ka shkaktuar dëme të mëdha veçanërisht në infrastrukturë, ekonomi familjare, biznese dhe prona private. Dëme nga përmbytjet pësoi dhe komuna e Klinës. Kryetari i komunës Zenun Elezaj, gjatë inspektimeve të objekteve të dëmtuara si ura dhe rrugët, deklaroi se po bëhet gjithçka që dëmet të riparohen. Pam gjendjen reale në terren dhe fillimin e punimeve për riparimin e dëmeve. Kompania e kontraktuar nga komuna është në terren dhe po ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për riparimin e dëmeve në pronat publike, shkruan kryetari i komunës së Klinës Zenun Elezaj. Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicën e Veriut ka bërë të ditur se pas situatës krijuar si pasojë e vërshimeve të fundit, gjendja e sigurisë dhe rendit publik në veri të vendit është në monitorim të vazhdueshëm. Bëhet thirrje për mbylljen e urës në veri. Policia ka njoftuar zyrtarët komunal të Leposaviçit si dhe përfaqësuesit nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët kanë dalë në terren dhe ka konstatuar se për shkak të rrezikut për sigurinë, ura duhet të mbyllet. Si rezultat, ura është mbyllur përkohësisht deri në vendimin e radhës, thuhet në njoftim. Po ashtu, gjatë këtyre ditëve në qytetin e Mitrovicës së Veriut janë evakuuar 4 familje pasi shtëpitë e tyre janë përmbytur si pasojë e vërshimeve. Kompania Rajonale Ujësjellësit e Mitrovicës njoftoi se situata e furnizimit me ujë të pijshëm në zonat e shërbimit të kompanisë është stabilizuar në pjesën më të madhe. Në njoftim po ashtu bëhet e ditur se impjantet për trajtimin e ujit aktualisht po operojnë me kapacitet të plotë. Gjithashtu, për arsye sigurie, uji nuk rekomandohet të përdoret për pije deri në njoftimin zyrtar të radhës nga anajon i cili do të publikohet sapo të konfirmohet përmbushja e plotë e standardeve të cilësisë së ujit për konsum, thuhet në njoftimin e kompanisë rajonale Ujësjellësi Mitrovica. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.